Dhe 11 metrësh. Dhe 11 metrësh për skuadrën e Bashkimit. Do të shohim edhe një herët edhe kartoni verë për Estupian. Minuta 73 të takimit. Kush do të jetë më i suksesshëm? Avornio ka goditur dhe 1-0 në të mirë të skuadrës së Bashkimit. Topin në një anë Avornio e dërgon në gardianin Jankov në anën tjetër. Jashtëzakonisht mirë ka funksionuar mbrojtja e Birë ka marrë topin me sukses. Ileshkov thotë se nuk ka ndërhyrjet e palejuar dhe tani me numër 17 Resul Mehmeti ka arritur që të shënojë 21 vjeçari. Ka arritur që të shënojë gol për avantazhin e Bashkimit 2-0 minuta 83 të takimit. 10 minuta më vonë arrin që të shënojë Mehmeti